Në kuadër të ndërkombëtarizimit, Universiteti Vlorës Ismail Qemali ka organizuar këtë të hënë një konferencë ndërkombëtare me temë shkenca e të dhënave dhe inteligjencë artificiale, ndërsa kjo javë do të organizojë edhe kurse të cilat do të ndiqen nga të interesuarit, staf akademik, student dhe jo vetëm. Aktiviteti organizohet nga profesori i njohur i matematikës në Universitetin e Washingtonit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Artur Elezi, si dhe dekani i Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore në Universitetin e Vlorës, profesori asociuar Miftara Musaçaj, me mbështetjen e veçantë të rektores profesore doktore Aurela Saliaj. 3 profesorët e ardhur nga Amerika, Artur Elezi, Michael Robinson dhe Richard Ressler, do të jenë gjatë gjithë kësaj jave në Vlorë për zhvillimin dhe ndjekjen e këtyre minikurseve. Në fjalën përshëndetëse, rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesore doktore Aurela Saliaj, e cilësoi këtë konferencë shkencore ndërkombëtare dhe zhvillimin e kurseve që do të pasojnë gjatë kësaj jave, si një hap shumë të rëndësishëm për ta çuar përpara procesin e ndërkombëtarizimit të Universitetit të Vlorës. Analiza e të dhënave sipas saj është bërë tashmë shumë kyçe për vendimarrjen dhe inteligjenca artificiale është një realitet që do të na hyjë në punë jetën e përditshme, theksoi ndër të tjera Saliaj. Ky aktivitet akademik që është duke u zhvilluar, minikurset në data science dhe inteligjencë artificiale, është një hap shumë i rëndësishëm për ta çuar më tej procesin e ndërkombëtarizimit të Universitetit Ismail Qemali. Është një proces që ka filluar, ne kemi bërë shumë herë aktivitete të këtij niveli me profesorë të universiteteve të rëndësishme, me pjesëmarrës ndërkombëtar në gjuhën angleze, por aktiviteti që po zhvillohet këtë javë, aktiviteti kësaj radhe ka një rëndësi të veçantë. Ka rëndësi të veçantë për ofertën akademike, për akademizmin ekselent që na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zhvillimin e këtij aktiviteti dhe ka një rëndësi të veçantë gjithashtu dhe për subjektet që ai trajton. Analiza e të dhënave sot është bërë një element kyç në çdo lloj vendimarrje, në vendimarrjet e të gjitha fushave, të fushës së ekonomisë, të fushës së shëndetit, të teknologjisë, të gjithë vendimarrjeve shoqërore në përgjithësi. Nga ana tjetër, inteligjenca artificiale nuk është më fantashencë hollywoodiane, por është një realitet të cilën neve duhet ta absorbojmë shëndetshëm në përditshmërinë tonë, në punën tonë dhe në jetën tonë. Në këtë koncept jemi duke përjetuar zhvillime shumë të rëndësishme që po ndryshojnë strukturën shoqërore, mënyrën se si ne funksionojmë. Dhe jam shumë krenare të them që Universiteti Ismail Qemali është pjesë aktive e kontributeve në këto zhvillime shoqërore. Dua sërish të falenderoj shumë organizatorët kryesor të kësaj konference, zotin profesor Artur Elezin, dhe dekanin e Fakultetit të Shkencave Teknike, profesor Miftara Musaçaj, që prej muajsh kanë bashkëpunuar dhe me shumë përkushtim dhe me shumë insistim kanë arritur që të japin jetë organizimit të këtij aktiviteti. Dekani i Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore në Universitetin e Vlorës, profesori asociuar Miftara Musaçaj, thekson se rritja e nivelit të kërkimit shkencor është një nga qëllimet kryesore, ashtu si kundër edhe zhvillimi i inteligjencës artificiale dhe ndikimi në të ardhmen. Duke shkëmbyer eksperjenca, do ta përdorim në mënyrë të suksesshme inteligjencën artificiale, thot ai. Eventi që organizojmë sot është në fokusin e rritjes kapaciteteve të kërkimit shkencor dhe të bashkëpunimit internacional. Është një event i cili zhvillohet midis Universitetit të Vlorës, Fakultetit Shkencave Teknike dhe Natyrore dhe Universitetit Amerikan në Washington. Është një nga tematikat e cila është shumë aktuale, zhvillimi i inteligjencës artificiale dhe drejtimi që ajo po merr në të ardhmen, sa ajo ndikon në jetën tona dhe në përditshmërinë tonë, cili do të jetë ndikimi i saj në të ardhmen dhe sa ne jemi të gatshëm që të pranojmë atë. Problematikat që lindin nga inteligjenca artificiale duhet parë në disa këndvështrime, por në radhë të parë duhet ta njohim atë dhe pastaj ta përdorim për qëllime pozitive, sepse të dy anët janë prezente në këtë lloj zhvillimi, qoftë anët negative, qoftë anët pozitive, por vetëm duke lexuar, vetëm duke bashkëpunuar dhe duke shkëmbyer eksperjenca të këtij zhvillimi të ri bashkëkohor, patjetër që të gjithë do ta përdorim atë në mënyrë të suksesshme. Patjetër që ky aktivitet merr një rëndësi të veçantë edhe në kushtet kur ndërkombëtarizimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimi ndëruniversitare luan një rol shumë të rëndësishëm. Prezenca e 3 profesorëve shumë të spikatur në fushën e inteligjencës artificiale do të japë këtij eventi
një rëndësi të madhe dhe një përfitim nga të gjitha aktorët të cilët do marrin pjesë. Nuk është një kurs i cili është kurs matematike apo informatike dhe njohuri në programim apo në computer science duhet të jenë maksimale, por është një kurs i cili do të zhvillohet gjatë një jave. Fatmirësisht ky kurs është një kurs i cili zhvillohet free nga ana e profesorëve si një kontribut i profesorëve të huaj që japin në Universitetin e Vlorës. Të gjitha seancat kanë një synim të vetëm që ato në fund nivelin e çdo pjesëmarrësi në këtë event ta çojnë atë në një nivel më të lartë zhvillimor, të japin rrugë dhe orientime të reja në mënyrë që secili prej tyre me këto njohuri që ka përfituar të mundet që të zhvillojë atë, të mundet të përdori më mirë dhe të mund të jap kontributin e tij në këtë perspektivë të kohëve moderne. Profesori i njohuri matematikës në Universitetin e Washingtonit, Artur Elezi, thekson se shkenca e të dhënave dhe inteligjenca artificiale po bëjnë gjithmonë më prezente në jetën tona. Në këto kushte dhe në fushën e arsimimit do duhet të ndryshojë mënyra e edukimit për ta trajtuar inteligjencën në mësimdhënie dhe projekte të ndryshme. Elezi vlerësoi bashkëpunimin me Universitetin Ismail Qemali të Vlorës. Qëllimi i kësaj konference, i këtij mini kursi që do të zgjasë këto 4-5 ditë, është pikërisht që të japë bazat e qoftë teknologjike, shkencore, qoftë përdoruese të inteligjencës artificiale në mënyrë që ata që kanë interes të vazhdojnë më tutje me këmbë të veta dhe të gjithë pjesëmarrësit do të kenë një ide mjaft të mirë për mënyrën se si mund të inkorporohet shkenca e inteligjencës artificiale në mësimdhënie dhe për bazat dhe kapacitetet që ka tani apo që mund të ketë në të ardhmen, duke luftuar edhe disa mite që mund të jenë përhapur në lidhje me mundësitë e inteligjencës artificiale. Pra duhet të jemi realist me këmbë tork, duke i kuptuar aftësitë që ka, duke kuptuar rreziqet që ka, duke kuptuar edhe faktin që njeriu do të vazhdojë të jetë pjesë e rëndësishme e zhvillimit të ekonomisë edhe në prezencën e inteligjencës artificiale. Jemi shumë të kënaqur që Universiteti i Vlorës po e mbështet të aktivitet dhe po pranon pjesëmarrjen edhe në universitete tjera pa kosto, pra po e përballon koston vet, gjë që është ne jemi shumë të kënaqur me këtë dhe kemi pasur një qoftë nga rektori, qoftë nga dekani i Fakultetit Shkencave Teknike, një bashkëpunim shembullor. Janë trajtuar gjitha problemet që kemi pasur, të gjitha vështirësitë që kemi hasur, ambientet janë shumë të mira, materialet që janë vënë në dispozicion janë shumë të mira dhe shpresojmë që këtë bujari të universitetit të është problem me një punë sa më të mirë gjatë tyre 4-5 ditëve dhe me rezultate sa më të mira për gjithë pjesëmarrësit. Profesorët e ardhur posaçërisht nga Amerika kanë sjellë përvojat më të mira dhe më të reja në drejtim të shkencave, të dhënave dhe inteligjencës artificiale, duke vlerësuar edhe bashkëpunimin me Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore në Universitetin Ismail Qemali. Çështjet dhe temat që do të trajtohen gjatë kurseve të kësaj jave do të jenë të ndryshme dhe me mjaft vlerë për të ardhmen e shkencës, teknologjisë dhe mënyrën e qasjes që duhet të kemi ndaj inteligjencës artificiale.